Shteni miq, sot në këtë video kemi vendosur të flasim për krimin një marrëdhënie midis një mashkulli dhe një femre. Pra një djalë dhe një vajze që është bërë shumë e vështirë tek shqiptarët. Jo se s'ka njerëz të mirë, por sepse ndodh shpesh ka shumë keqkuptime, shumë plagë, shumë mosbesim, si dhe shumë keq interpretim të sinjaleve. Sidomos ne djemt kemi shumë problem me sinjalet e vajzave. Pasi djemt mendojnë se vajzat, i pjesë e madhe e djemve është kriju një mendim që vajzat janë materialiste, të prishura në moral, po ashtu dhe nga jeta moderne. Ndërsa vajzat mendojnë se djemt janë mashtruesa, pa qëllime, pa stabilitet. Në të vërtetë, të dyja palët kanë pak drejt. Sepse të dy janë të zhgënjur. Një djalë që ka dashur sinqerisht dhe është refuzuar më vonë, ndoshta e humb atë butësinë, ndjeshmërinë. Ai mendon që sinqeriteti s'vlen më. Ndërsa një vajzë që është mashtruar më vonë e mban zemrën të mbyllur. Ka vështirë të besojë. Kur dikush i afrohet me qëllim të mirë, ajo e përzin kujdesin me manipulim, dhe të kurrët, të rriqet. Kështu shpesh ndodh që kur një djalë i sinqert tregon vëmendje, për shkak se vajza ka pas një lëndim më përpara, e keq kupton. Mesazhet e gjata të djaloshit apo telefonatat e shpeshta, edhe pse ai në të vërtetë po mundohet t'i tregojë në mënyrë sa më të shpejtë se kush është dhe ka një qëllim dhe një synim të qartë ndaj asaj. Ajo thjesht largohet. Pra, humbet krijimi një familje midis një çifti të jashtëzakonshëm. Jo sepse se pëlqen, por sepse nuk din ta kontrolloj kurreshtjen, pra ta shtyj vetëm pak më tepër që duhet të jetë kurreshtare. Turi i saj e lidh atë vëmendje me frikën e zhgënjimit. Po ashtu na ndodh që një mashtrues, një mashkull që i din këto tripe, e kupton këtë bështllëk. Me dy fjalë të ëmbla, e din stilin e komunikimit, madje me një makinë me qira, me një kafe të paguar ose dy apo edhe një drek, e fut në rrjetën e tij. Dhe pasi përfundon marrëdhënia, ai shumë shpejt e krijon lëndimin tek kjo vajzë. Dhe kjo ndodh shpesh dhe shpesh e përhapur. Dhe djemt që janë luftarak, punëtor, që i kanë dhënë prova duke kriju familjet e tyre, duke dhënë një shembull tek prindit, tek ajo arritja, përfundojnë në pritje. Dhe ndodh ajo që po përsëritet gjithandej. Vajzat e mira humbasin besimin, djali i ndershëm humbet motivimin. E dashuria e vërtet humbet diku në mes. Psikologjikisht kur vjen, sepse ne sot kemi frikë nga afërsia e sinqeritetit. Shumë mendojnë se ndjenja është dobësi. Dhe loja është mbrojtje. Por dashuria nuk vjen nga loja, vjen nga komunikimi i pastër, durimi dhe respekti. Nëse je vajzë, ose gjyko djalin që s'din të luaj me fjalë, pra nuk është shumë i mirë me flirtë, ai ndoshta nuk din të hedhë atë sharmin, por ama është një djalë luftarak, punëtor që ka mbijetuar një jetë dhe ka një shpirt pastër. Po ashtu një djalë, mos i dorëzon nga ftohtësia e parë e një vajze. Ndoshta ajo s'është arrogante, thjesht është e plagosur më herët. Në një farë forme kjo video është për të kuptuar që jeta s'ka nevojë për njerëz perfekt. Ka nevojë për njerëz të sinqertë. Familja fillon nga një ndjenjë e pastër, jo nga një selfie me filtra. Dhe po dashuria vërtet ende nuk ekziston. Thjesht pret dy njerëz që kanë guximin ta ndjejnë dhe ta rrisin së bashku. Kjo video është bazuar për shkak edhe të shumë komenteve
nga miq, shumë ndjem migrantë që kanë shku shpesh në Shqipëri posaçërisht për të gjetur vajzë për të kriju familje, dhe po ashtu nga shumë vajza që kanë dashur të japin shpirtin e tyre drejt një mashkulli, duke synuar që të krijojnë një familje dhe nuk kanë arritur. Le të bëhemi më të durueshëm si djem, si vajzat, dhe të japim shpresa dhe shumë vëmendje partnerit, partneres, për një të ardhme më të bukur. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shihemi në videot e tjera, ju përshëndes.